Arlind, na jep një mendim për 29 nëntorin. Shoh sytë e skuqur dhe lotët në faqe të patriotëve shqiptar, Shqipëria e pavarur nuk ekziston më. Këto fjalë janë shkruar në ditarin e hierarkut fashist, Galeazzo Ciano, në 12 prill kur ai vizitonte Tiranën e pushtuar. Ishin lotët dhe zemërata e patriotëve shqiptar që kishin luftuar në ditët e para të pushtimit të qytetet bregdetare dhe i do të bëheshin lotët e kthyer në zemërim të dhjetra mira djemve dhe vajzave partizane që luftuan dhe sqiruan Shqipërinë nga pushtuesit nazi-fashist më 29 nëntor të vitit 1944. Sot ne të gjithë duhet nderojmë sakrificat, kontributin e asaj rinie, e cila e renditi Shqipërinë në krahun e koalicionit të madh antifashist dhe fitimtarëve të luftës së dytë botërore. Sot sigurisht Shqipëria nuk kërcënohet edhe aq nga pushtues të huaj. Sot pushtuesit nuk vinë me anije luftarake, nuk vinë me autokolona. Sot pushtuesit një farë kuptimi mbin nga korrupsioni dhe nga kapja e shtetit. Sot pushtuesit janë politikanë të korruptuar, janë oligarkë që kanë përvetësuar të gjitha pasuritë tona të përbashkëta. Ndaj, sot përpjekja për liri të vërtet, për shqirim, duhet jetë në radhë parë një përpjekje për demokraci të një mend, për shtet të drejtës, për drejtësi shoqërore dhe për mirëqenie për të gjithë. Faleminderit.